Gjithë, prap në vje shumë keq që është 18 herë, po e përsëris se 18 herë që opozita blokon procesin e themelimit të një komisioni zgjedhor. Kushtetor prapë shumë e rëndësishme me kuptu që ne nuk po votojmë për Albulenën, por po votojmë për një komision zgjedhor që pastaj të vazhdojmë me procedurën, ku ata e kanë të drejtën me votu pro, kundër ose me abstenu. Është 18 herë edhe dorën zamër, domethënë komplet pogën e mojt e kanë marrë pa e çu dorën asnjëherë. Pra nëse thojnë ata jemi të ordhë këtë, ata po vinë në kuvend, refuzojnë me marrë pjesë, edhe po besoj që cili është funksioni një deputetit që vjen këtu e refuzon me marrë pjesë në votim. Tjetra, Kosova nuk ka krizë, ka absurditet të blokimit të kuvendit të Republikës Kosovës. Është javë kujtoj. Qytetarët e dinë që kuvendi ka pas blokada në të kaluarën, po ka pas një kauz mbrapa. Ne kemi bloku duke po me ndollë gjykatën speciale, duke këshur me ndollë zajednicën. Këta kanë bloku për Albulenën. Të njëjtit që kanë pas vot për zajednicën, nuk kanë për Albulenën. A për kupton se kur ta kishim pas zellin me kundërshtu zajednicën e gjykatën speciale, që që kanë për Albulenën, u mendoj që Kosova do të ishte shumë më mirë sot. E për më tepër, po e kundërshtojnë Albulenën, e cila e ka kundërshtuar edhe gjykatën speciale edhe zajednicën. Është absurde për opozitën me orë këtu edhe me mujt qëndrim para jush. E për më tepër ju e dini që vetë LDK-ja ka thonë me 8 prill që ne nuk do ta bllokojmë konstituimin e kuvendit, ne do të vazhdojmë me votimin dhe konstituimin e kryesisë, e njëjta sot del para jush, shet benojën e gjëra të pavërteta, por refuzon me marrë pjesë në votim i një liderit partisë i cili e ka qitë vetën para shtetit. Prandaj, na vjen shumë keq, por ne jemi te votimi i komisionit që opozita refuzon me marrë pjesë, e puna e deputetit është me votu pro, kundër apo me abstenu, po jo me bloku kuvendin e për më tepër pa kauzë. Faleminderit. Pyetja është a do të me gjukta gazlëcjallës për me kundërshtu Albulenën. A për kupton të du me pos një kauzë. Që mendoje me gjuk gazlëcjallës se po dojnë me votu Albulenën kryetore të kuvendit. Tash po dojnë me krahasu Albulenën me zajednicën e Vučićit. Ose me gjykatën speciale. Të njëjtit sot dolin ta shohin gjykatën speciale për çdo ditë, të njëjtit e kanë çu dorën, të njëjtit deputet. E tash ti po mendon si gazetor që është njëjt Albulena dhe zajednica. Është e pakrahasueshme, është absurde edhe pyetja, po për më tepër unë mendoj që këtë pyetje duhet m'ia bëj opozitës, nëse e vlerësojnë që Albulena dhe zajednica gjykata speciale janë njëjtë. Mendoj që na jemi marrë vesh. Dëgjo, do të ishim blokus, sikur mos ta kishim propozuar Albulenën. Siç ka bërë PDK-ja në të kaluarën për 2 muaj ditë, e ka mbajt kuvendin fikun për shkak se nuk dhoke propozim. Na kemi dhënë Albulenën dhe na jemi për me zhblloku situatën, shto këtu faktin që kryesia i takon gjitha partive politike. Është ndome hisja në kryesinë e kuvendit. Prandaj na takon gjithë deputetëve për me zhblloku. Mirë po, a duhet me pos zgjidhje? Unë mendoj që po. Mendoj që opozita duhet me i thirrë arsyes me ordë me votu. Por ndryshe nuk ka logjik, është absurde me dol me bloku kuvendin e Republikës për shkak se të tjerë po thonë ka krizë, por s'ka krizë. Ju kuptoni që Kosova ka qeveri, ju po djell ushtrimet e ushtrisë, institucionet tjera janë funksionale, i vetmi institucion që është i bllokuar me kuvendi, e kjo vjen për opozitës që nuk e voton, e për më tepër kupton edhe një send. Këta thojnë Albini është më e keqja këtij vendi, njëkohësisht janë të emojt kryeministër e për më tepër pa mbikëqyrje. Njëri prej funksioneve kryesore të kuvendit të Republikës është me mbikëqyr punën e qeverisë. Këta po më duket që t'ju pëlqej shumë Albini, që po thonë le të vazhdojnë punën sa mbikëqyrjes ka nevojë.
që unë mendoj ndryshe, megjithatë ne jemi institucione pushtetet të ndora, duhet me posë edhe kumën e qeveri. Po, kjo është e tëra, është absurde, na vjen shumë keq propozitën që gjindemi, po deputetët që po votojnë për nuk janë për bllokim. Janë ata që s'po morrin pjesë. Faleminderit.